Kjo grua I lyente flokët çdo muaj dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Teksa shkenca dhe teknologjia kanë përparuar, puna dhe mënyra jetesës sonë është bërë me tensionuar. Për shkak të presionit të punës, njerëzit filluan të dalin thinjat në një moshë më të re. Ato zakonisht lyejnë flokët vetëm për të dukur më të rinj dhe më të bukur. Një grua me emrin Chen, rreth 30 vjeç, filluan të shfaqeshin thinjat e saj të para në mënyrë të dukshme. Asaj u deshte lyente flokët e saj shumë shpesh dhe pas 10 vitesh, kur ajo shkoi 40 vjeç, u ndje e dobët dhe e sëmur. 2 muaj më vonë, Chen pa se ajo nuk kishte forcë që të ngrihej nga shkallët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në fillim ajo nuk e mori atë si një çështje serioze, por pas kësaj gjërat u përkeqësuan. Ajo filloi të ndjente lodhje pas disa minutash ecje. Ngjyra e saj e lëkurës filloi të kthehet në të verdhë. Buri I saj gjithashtu vuri re se e bardha e syrit të saj ishte kthyer gjithashtu në të verdhë. Ajo shkoi për një vizitë tek mjeku dhe u diagnostifikua me cirozë të mëlçisë që po I afrohej fazës së fundit. Mjekët zbuluan se bilirubina e Chen ishte 10 herë më e lartë se normalja, që çoi në zverdhjen e lëkurës së saj. Sipas historisë mjekësore të Chen, ajo nuk ka marrë asnjë ilaç që dëmtonte mëlçinë. Përmes gjykimit të mjekut, shkaku kryesor I cilërozës së mëlçisë së Chen ishte për shkak të lyerjes së flokut për shumë vite dhe në mënyrë të shpeshtë. Pas 20 ditëve të trajtimit, funksioni I mëlçisë së saj u përmirësua. Për fat të keq, kimikatet kanë bërë dëme të pakthyeshme ndaj mëlçisë së saj dhe kanë arritur të rrezikojnë në zhvillimin e problemeve të mëlçisë. Mjekët theksuan se shumica e bujës së flokut ka përbërës kimik dhe nga këto përbërës kimik janë helmues për njerëzit si nitrobenzeni, anilina dhe kështu me radhë. Mjekët thanë se këto kimikate janë absorbuar nga lëkura juaj. Kur këto toksina hynë në trupin tuaj, mëlçia juaj do të punojë për ta pastruar atë nga toksinat. Ngjyrosja e shpeshtë e flokëve e Chen e mbingarkoi mëlçinë e saj. Këto toksina gjithashtu shkaktojnë mutacione qelizore. Kjo nxit probleme të lëkurës, të shikëzës dhe probleme të rënda. Mjekët këshillojnë që ju të provoni të shmangni lyerjen e shpeshtë të flokut ose të përpiqeni të zgjidhni bojra me bazë bimore, për të evituar kështu gabimet që mund të bëni edhe që mund t'ju kushtojnë shtrenjtë për shëndetin tuaj. Derisa pjesa më e madhe e grave I besojnë në lyerjen e flokut profesionistëve, shumë të tjera bëjnë edhe ngjyrosje në kushte shtëpie. Një gjë e tillë mund të shkaktojë frikë në fillim, por me njohuritë e nevojshme, ju do të arrini rezultate të kënaqshme dhe kështu do të kurseni kohë dhe para dhe do të shmangni sallonet e bukurisë, citon Eltisaj. Prandaj, në këtë video do ju sjellim disa këshilla të cilat duhet t'i ndiqni për të lyer më mirë flokët me sukses në kushte shtëpie dhe pa e dëmtuar shëndetin e flokut dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Bëni prova përpara se të vendosni një ngjyrues. Reaksionet në lëkurë nga ngjyra e flokut mund të jenë të rralla, por kur aplikohen nga profesionist, por nëse produktin e keni blerë në një dyqan të thjeshtë ose në barnatore, atëherë preferohet ta testoni në lëkurë përpara se ta aplikoni atë në flokun tuaj. Vendosni një sasi të vogël të ngjyruesit në lëkurë përpara në para krah ose prapa veshit ose edhe në pjesë të ndryshme të dorës, e lini për 24 orë para se ta vendosni atë në flok. Nëse ngjyra nuk është shpëlarë dhe nuk ka shkaktuar reaksione në lëkurë, atëherë jeni të sigurt se mund ta aplikoni atë në flok pasi nuk mund ta keni alergji. Lyeni vetëm rrënjën e flokut tuaj. Lyerja e rrënjës së flokut është prioriteti kryesor për shumicën e njerëzve, por do të thotë që nuk keni nevojë të aplikoni ngjyrues nëpër të gjitha anët ekstreme të flokut. Kjo bën të shmangni 2 nuanca të ngjyrës në flokun tuaj. Nëse jeni në dyshime, anoni nga ngjyrat më të lehta. Nëse nuk jeni të sigurt për zgjedhjen e ngjyrës të cilën doni ta aplikoni në flok, atëherë sugjerohet të zgjidhni ndonjë nuancë më të lehtë të ngjyrës. Gjithashtu, preferohet që të kujdeseni për të zgjedhur ndonjë ngjyrë e cila nuk mund të shkaktojë komplikacione në tonin tuaj të lëkurës, si dhe me stilin e veshjes që ju e keni të përditshme.
Përgatiteni flokun si duhet përpara se të filloni ta lyeni atë. Një prej gjërave më të rëndësishme që duhet të bëni përpara se t'i lyeni flokët është të përgatisni atë siç duhet. Kjo pasi ngjyra e ndryshon strukturën e flokut tuaj. Prandaj preferohet përdorimi i maskave që mbrojnë dhe riparojnë në flokun tuaj. Mbrojeni lëkurën dhe ambientin përreth. Para se ta aplikoni ngjyrën në flokun tuaj, preferohet ta lyeni lëkurën përreth flokut me ndonjë krem ose vaj, në mënyrë që të evitoni njollat e padëshiruara në lëkurë. Nëse keni përfunduar me njolla në lëkurë, atëherë qumshti lopës, parfumi dhe produktet për largimin e grimit mund të kryejnë punën në pastrimin e tyre. Gjithashtu kujdesuni që flokët i lyeni në banjo dhe vendosni peshqir mbi supa dhe doreza në dorë kur aplikoni bojën. Flokët preferohet që t'jenë të palara kur bëni lyerjen e tyre në kushte shtëpie. Shumë njerëz mendojnë se ngjyra duhet të aplikohet në flok të pastër, por kjo nuk është e vërtetë. Yndyra në flok është e përfshirë, kështu që lëkura e kokës të përballet më me sukses me ngjyruesit që mund të shkaktojnë edhe acarime të saj. Lyerja e flokut mund të jetë emocionuese pasi në fund të fundit ju po merrni një pamje krejtësisht të re. Pavarësisht nëse do të bëni një ombre delikate ose të lyeni flokët të rozë ose blu, gjërat mund të bëhen edhe më të ndërlikuara kur bëni atë për herë të parë. Flokët të palyer, ashtu quajtur flokët që nuk janë trajtuar kurrë më parë, kanë nevojë për më shumë kujdes nëse jeni duke u lyer. Kështu, këto janë 5 gjërat që patjetër duhet t'i keni parasysh përpara se të filloni të udhëtoni në ndryshimin e ngjyrës së flokëve. Zgjidhni gjithmonë ngjyrat e flokut me mençuri. Nëse keni marrë tashmë vendimin për të lyer flokun tuaj, por nuk jeni të sigurt se çfarë ngjyre dëshironi, është gjithmonë më mirë të shikoni me kujdes ngjyrën e errët sesa ngjyrën më të çelur ose edhe më të ndritshme. Kur shkoni për një ngjyrë të errët, përfundoni duke depozituar ngjyrën në vendin që ta hiqni atë. Zbardhja është një proces shumë i ashpër dhe kërkon edhe kimikate më të forta si për shembull zbardhuesit. Theksimet bjonde duhet të jenë të shkëlqyera, por nëse i lyeni flokët për herë të parë, është më mirë të shkoni në thekse karamel ose diçka më të ngjashme. Mos i lani flokët përpara se t'i lyeni. Është krejtësisht mirë nëse flokët tuaj janë të ndotur kur shkoni në sallon për të lyer flokun tuaj. Stilisti juaj nuk do t'ju gjykojë. Arsyeja pse këshillojmë të mos i lani flokët menjëherë përpara se t'i lyeni është pasi çdo mbetje e shampos mund të reagojë me ngjyrën e flokut, gjë që rezulton në djegjen e kokës. Merrni një trajtim për të patur flokun e lyer nëse rekomandon stilisti juaj. Nëse parukeri juaj sugjeron të bëni trajtim të flokut menjëherë pasi i keni lyer flokët, mos nxitoni të supozoni se është një dredhi për t'ju bërë të shpenzoni më shumë para. Në fund të fundit, stilisti juaj i flokut është profesionist dhe ata e dinë se çfarë është më e mira për ju. Një trajtim i flokëve do t'i bëjë flokët tuaj më pak të prirur ndaj dëmtimeve, pasi do të ndihmojë në rikthimin e një pjese më të mirë të ushqimit të flokut. Mos i zbusni flokët sapo i keni lyer. Është më mirë të prisni disa ditë pas ngjyrosjes së flokut për t'i zbutur. Kjo është nëse nuk i keni zbardhur flokët. Flokët e pazbardhur dhe të lyer që vijnë në kontakt me zbutësin shumë shpejt kanë tendencën të zbehen. Zbutja e flokut tuaj një herë në javë pasi t'i keni lyer është zgjedhja juaj më e mirë, pasi do të siguroni që ngjyra juaj të duket e freskët për aq kohë sa t'jetë e mundur. Kaloni në produkte që mbrojnë ngjyrat. Ju ndoshta keni pyetur veten nëse të gjitha ato shampo dhe kondicioner miqësor me ngjyrat funksionojnë me të vërtetë. Lajmi i mirë është se ato e bëjnë. Këto shampo dhe zbutës që mbrojnë bojën tuaj janë shumë më të buta se shampo dhe zbutësit e zakonshëm dhe gjithashtu kanë edhe tendencën që të mbajnë flokun tuaj më të shëndetshëm. Është e rëndësishme të këshilloheni me një ekspert nëse i doni që të ndryshoni ngjyrën e flokut tuaj në mënyrë të menjëhershme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.